Ditën e ënë në mbrëmje i ftuar në emisionin Fakti ishte Ministri i Drejtësisë Eduard Halimi. Përballë gazetarëve Aleksandër Qipa, kryeredaktori i Gazetës Shqip, Anila Basha, kryeredaktore e Shqiptaria.com, Arion Sulo, kryeredaktori i Gazetës Mapo dhe Fatos Hakoria, zëvendës kryeredaktori TV Klan, Halimi u përgjigj pyetjeve të panelit për disa nga çështjet që janë kthyer në qendër të vëmendjes. Ministri i Drejtësisë u ndal tek 2 kandidaturat për postin e antarit të Këshillit të Lartë të Drejtësisë. Ai vlerësoi zotin Cefa, ndërsa deklaroi se kandidati tjetër, zoti Visha, është i ulur në prerin e Edi Ramës. Unë gjykoj, sigurisht tash kjo është edhe pikpamja ime, tash nuk është se kam një qëndrim tjetër, por është pikpamja ime personale dhe politike, se zoti Cefa është një nga kandidatët më serioz dhe një nga juristët më serioz që Partia Demokratike ka për të çuar në Këshillin e Lartë të Drejtësisë. A më pyet mua pse nuk e merr ti Vishën në preher dhe ta propozosh ti? Nëse është kjo pyetja, atëherë mund të jap 1000 argumenta pse zoti Visha. Ne po flasim për integritetin e njeriut. Nuk mund të jetë kurrë ndonjëherë kandidati i Partisë Demokratike dhe mund të rendis unë me 10 arsye pse zoti Visha nuk mund të jetë kandidati i Partisë Demokratike. Për gjithë karrierën e Partisë Demokratike dhe njerëzit e saj nuk flasim dot këtu. Se mund t'ju kthehet mundja për Vishën pas 5 vjetësh. Ka shumë raste që janë rikthyer njerëzit. Mund të flas tash për gjithë karrierën e zotit Visha dhe pse nuk mund ta marrë Partia Demokratike dhe ta çojë. Pse s'mund të jetë zoti Visha kandidati i Partisë Demokratike? Pse e ka marrë zoti Rama në preher për ta çuar në Këshillin e Lartë të Drejtësisë? Kjo është çështje e zotit Rama, e thash në fillim. Halimi u shpreh i bindur se ditën e njëjtë mazhoranca do të jetë solide në seancën kur do të votohet për antarin e KLD. Sigurisht është e drejtë për të ardhur ke momenti i votimit ditës së njëjtë, është e drejtë opozitës që të paraqes kandidatin e vet. Dhe këtu nuk ka asnjë, nuk ka ndonjë element i cili mund të anatemohet. Për sa i përket kandidatit, pastaj është proces tjetër. Pse opozita e sjell këtë kandidat? Pse ky proces nuk është një proces qartësisht i pastër, po them një lojë pastër politike? Kjo është i përket liderit politik të opozitës, i cili mendon se duke çuar një kandidat i cili dhe mund të vjedhë apo mund të marrë ndonjë vot nga e djathta, synon që të kalojë. Por unë gjykoj se seanca e ditës së njëjtë do të jetë një seancë normale parlamentare dhe mazhoranca do të tregojë pikërisht soliditetin e vet. Pra një mazhorancë solide. Korrupsioni në sistemin e drejtësisë ishte një tjetër çështje që hasi debat. Edhe në këtë rast Halimi deklaroi se përgjegjësia është e prokurorisë, por moj të ketë ndonjë proces të hapur për shkarkimin ndaj kryeprokurores Ina Rama. Ani opinioni publik do të ministri që ti bjem është që sistemi i drejtësisë është i kalbur i korruptuar. Në ministritë sa po e thatë vetë që ata kanë me dosje të kopsitura. Dhe në çdo sondazh rezultati më i korruptuar. Edhe këtu ka shprehje, e dini shumë mirë se jeni i fushës, që ka shprehje që Diti kopsisi mirë letra. Kaq ka. Dhe sekseri çështjes, nuk ka ndonjë, pra po them, pjesa në ministritë drejtësisë nuk vjen ndonjë letër që të lavdërojë ndonjë prokuror. Është e qartë. Vin ata që kanë probleme. Pra, nëse në ministritë drejtësisë kanë ardhur 100 letra, sigurisht 29.900 të tjerët nuk kanë ardhur në Ministrinë e Drejtësisë, kanë ardhur këta 100 që ankohen. Mund të ketë patur dhe të tjerë të cilët nuk dëshirojnë që të drejtohen sistemit. Pra, ky është një proces, po them që vazhdimisht është normal, si zgjidhet. Po sigurisht zgjidhet me një përgjegjshmëri më të lartë nga prokurori i përgjithshëm, me një integritet më të lartë nga prokurori i përgjithshëm, me një funksion kontrollues dhe marrje masash më të lartë nga prokurori i përgjithshëm, sepse nëse flasim për Këshillin e Lartë të Drejtësisë, i cili ka një përbërje të tillë, po them me gjyqtare, me prokuror, nga parlamenti apo nga qeveria apo nga gjykata e lartë, në prokurori vetë zot dhe vetë shkop prokurori i përgjithshëm është. Ti marr masat. Në fakt kjo qasje, zoti Halimi, ka vend për kërkesë për shkarkim nga mazhoranca. Nuk ka një nisëm të tillë dhe në dijenin time nuk ka asnjë proces. Ministri i Drejtësisë bëri me dije se në muajin dhjetor bëhet inaugurimi i fillimit të punimeve për Pallatin e Drejtësisë. Pallati i Drejtësisë fillon në dhjetor, pra janë 4 gjëra të cilat është e fokusuar vëmendja ime. Dhe pjesa tjetër janë punë, është punë tjetër, po them është puna rutinore e Ministrit të Drejtësisë, e cila sigurisht vazhdon. Ku fillon Pallati i Drejtësisë në dhjetor? Pallati i Drejtësisë mendoj duhet filloj inaugurimin, duhet ta bëjmë bashkë me zotin Sekuj në muajin dhjetor, sapo po them të përfundoj procedurat e projektit, të cilat po i ndjek
Bashkimi Evropian dhe procedurat e tenderit janë në proces, po i ndjek në Bruxelles dhe sipas parashikimeve ato priten që të përfundojnë gjatë muajit nëntor të këtij viti dhe në dhjetor ne të fillojmë ndërtimin e parë. Si janë do përfundohet si parlamenti. Jo, parat janë 14 milionë euro, të cilat janë miratuar nga Bashkimi Evropian dhe janë